Kanë kaluar 15 vite nga zhdukja e Bleona Matës, një ngjarje që edhe sot mbetet e mbështjellë me mister, dhimbje dhe shumë pikpyetje pa përgjigje. Një histori që nuk është harruar, jo sepse drejtësia foli, por sepse një nën nuk ka heshtur asnjëherë. Në gjithë këto vite, një fakt ka tronditur vazhdimisht publikun. Bleona Mata e ka kërkuar vetëm nëna e saj, jo baba, jo familjar, jo të tjerë, vetëm ajo. Që nga dita e zhdukjes, nëna e Bleonës ka qenë e vetmja që ka trokitur në dyert e të gjithë njerëzve, e vetmja që ka dalë publikisht, e vetmja që ka folur në media, e vetmja që ka kërkuar drejtësi. Ajo nuk është dorëzuar asnjëherë. Për 15 vite me radhë ka jetuar me dhimbjen, shpresën dhe me pyetjen më të madhe: ku është vajza ime? Në deklaratat e saj publike, nëna e Bleonës ka qenë gjithmonë e drejtë për drejtë. Ajo ka thënë se po të ishte drejtësia e drejtë, nuk do të kishin kaluar 15 vite pas një përgjigje për fatin e vajzës së saj. Këto fjalë nuk janë thjesht një ankesë e një nëne të dërmuar nga dhimbja, por një akuzë fortë ndaj një sistemi që sipas saj ka drejtuar ta mbrojë dhe t'i japë përgjigje një familje që e kërkon të vërtetën. Por përveç dështimit të drejtësisë, një tjetër element e bën këtë histori edhe më të rëndë: mungesa totale e babait në kërkimin e Bleona Matës, një mungesë që nuk ka kaluar pa u vënë re, as nga publiku dhe as nga vetë nëna. Sipas nënës, babai i Bleonës nuk ka shfaqur asnjëherë interes për zhdukjen e vajzës së tij. Ai nuk ka marrë pjesë në kërkime, nuk ka bërë thirrje publike, nuk ka kërkuar ndihmë nga institucionet dhe nuk është përfshirë në asnjë mënyrë në përpjekjet për zbardhjen e rastit. Nëna ka deklaruar hapur se babai ka zemërguri dhe nuk ishte kërkuar kurrë vajzën e tij. Edhe gruaja e tij ka bërë një deklaratë që ka shkatëruar reagimet e forta, duke thënë se ai është prej guri, domethënë ka zemër guri, është i ftohur, nuk ka ndjenja. Këto fjalë kanë ngjallur të gjitha mediat, por mbi të gjitha kanë shtyer dyshime dhe pyetje që të rëndojnë mbi këtë rast. A është e mundur që një baba të mos kërkojë fëmijën e tij të zhdukur? A është kjo thjesht indiferencë, mungesë, ndjenje prindërore, apo pas kësaj heshtjeje fshihet diçka më shumë? Këto janë pyetje që janë bërë prej vitesh dhe që ende sot nuk kanë marrë përgjigje. Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë vendim gjykate të implikojë babain e Bleona Matës në këtë ngjarje. Ligjërisht, ai nuk është shpallur fajtor për asgjë, por në të njëjtën kohë mungesa e plotë e interesit për fatin e vajzës së tij mbetet një fakt i pamohueshëm dhe një element që ngre dyshime serioze në sytë e publikut. Nëna e Bleonës ka shkuar edhe më tej në deklaratat e saja, duke lërë të kuptohet se babai për shkak të qëndrimit të tij mund të jetë bashkëpunëtor ose të ketë dijeni për ngjarjen. Ajo e bazon këtë dyshim pikërisht në faktin se ai nuk ka treguar asnjëherë interes për kërkimin e vajzës. Sërish këto janë fjalët dhe dyshimet e një nëne të dërmuar nga dhimbja, jo fakte të provuara nga drejtësia, por ato nuk munden të injorohen. Një tjetër pjesë që është përmendur ndër vite është mundësia që zhdukja e Bleona Matës të ketë lidhje me një grup të strukturuar kriminal. Fakti që rasti nuk është zbardhur për kaq shumë vite, që nuk ka autor të identifikuar dhe që hetimet nuk kanë dhënë rezultate konkrete, ka bërë që kjo pjesë të mos përjashtohet nga publiku. Megjithatë, edhe për këtë pjesë drejtësia nuk ka dhënë asnjë përgjigje zyrtare. Sot, pas 15 viteve, ajo që mbetet është heshtja e institucioneve dhe zëri një nëne që vazhdon të kërkojë drejtësi. Humbja e Bleona Matës nuk është thjesht një rast i pazbardhur, është historia e një fëmije të zhdukur, e një nëne që nuk u dorëzua asnjëherë dhe e një sistemi që, sipas shumë kujt, ka dështuar. Pyetja kryesore vazhdon të rëndojë: pse nuk e kërkoi i ati Bleona Matën? A do të dalë ndonjëherë e vërteta në dritë dhe a do të ketë drejtësi për Bleona Matës? Derisa këto pyetje të marrin përgjigje, kjo histori nuk mund edhe të harrohet.
Derisa e vërteta të dalë në dritë, emri Bleon Amatës duhet të vazhdojë të përmendet, të diskutohet, të kërkohet, jo për sensacion, por për ndërgjegje, jo për thashë theme, por për drejtësi. Çdo vit që kalon pa përgjigje është një dështem i ri, jo vetëm i institucioneve, por i gjithë shoqërisë që mësohet të jetojë me padrejtësinë si diçka normale. Derisa të ketë një përgjigje zyrtare për fatin e saj, çdo nën ka të drejtë të trembet. Çdo prind ka të drejtë të pyesë veten, po sikur të ishte fëmia im, sepse rasti i Bleon Amates nuk është thjesht një histori individuale, ajo është simboli i fëmijëve të humbur, i dostjeve të mbyllura pa të vërtet, i drejtësisë së vonuar që shpesh barazohet me drejtësi të mohuara. Derisa të flas drejtësia, do të flas dhimbja, do të flas zëri i nënës që nuk u lodh asnjëherë së kërkuari, një zër që për 15 vite nuk u shua, nuk u mposht dhe nuk u ble, një zër që i kujton të gjithëve se dashuria e një nëne është më e fortë se frika, më e fortë se heshtja dhe më e fortë se çdo sistem që e ndëshkon. Dhe derisa e vërteta të thuhet, pyetja do të mbetet pezull, e rëndë dhe e dhimbshme. Pse nuk e kërkoi ati Bleonën Mata? Një pyetje që nuk kërkon thjesht një përgjigje personale, por përgjigje morale, sepse Bleona Mata nuk është vetëm një emër në një dosje të vjetër. Ajo është një fëmijë që meriton të vërtetën, një nën që meriton drejtësi dhe një shoqëri që nuk ka të drejtë të ecë përpara, pa u kthyer pas dhe pa u përballur me plagët që ende kollojnë. Derisa kjo do të ndodhë, kjo histori do të vazhdojë të jetojë jo si kujtim, por si akuzë, jo si e shkuar, por si përgjegjësi. Përgjegjësi për ata që kishin detyrën të mbronin, të hetonin dhe të flisnin. Përgjegjësi për ata që pan dhe zgjollën të mos shohin, që dëgjuan dhe zgjollën të mos dëgjojnë. Përgjegjësi dhe për shoqëri që me kalimin e viteve rrezikon të mësohet me dhimbjen e tjetrit dhe të pranoj padrejtësinë si diçka e zakonshme. Kjo histori do të jetojë si një thirrje e vazhdueshme për të mos harruar, për të mos u dorëzuar dhe për të mos u mbyllur asnjëherë në plagët pa të vërtetën. Sepse pa të vërtetën nuk ka drejtësi dhe pa drejtësi nuk ka qetësi. Asnjë nën që pret nuk e meriton këtë gjë, as për shoqërinë që kërkon të ecë përpara, pa u përballur me hijet e saj. Derisa të thuhet fjala e fundit, emra Bleon Amates do të mbetet një kujtim i gjallë se disa histori nuk u mbyllen me kalimin e kohës, por vetëm me të vërtetën. Dhe derisa kjo e vërtetë të dalë në dritë, kjo histori do të vazhdojë të jetojë si barë, si akuzë dhe si përgjegjësi kolektive. Lutuni që Bleona Mata të gjendet, lutuni që diku në një cep të botës e vërteta të marrë frym, lutuni që një nën të marrë më në fund një përgjigje, sepse ndonjëherë kur drejtësia hesht, lutja mbetet forma e fundit të shpresës. Lutuni që nëna të bashkohet me vajzën e saj. Faleminderit.